Shpjegoj në bazë të një modeli që unë jap në bazë të nxënësit. Mosha më të madhe 14. Më pas kam dhe një vajzë 5 vjeç që më ka ardhur tani është nxënësere. Moderatore sportiv, ku je moderatore sportiv, në cilën? Unë jam tek televizion tek Ora Newsi. Ke një emision të përjavshëm aty? Po, çdo ditë të diele. Ç'ne me sportin? Rastësisht në fakt, unë sportin e kam parë gjithmonë, një tifoze e sportit me timat që shikoja gjithmonë, kisha interes, e ndiqja. Normalisht nuk mund të them që jam profesioniste dhe mund bëj një analizë shumë të mirë, por si femër mund të them që kam informacione goxha të mira për sportin dhe më pëlqen shumë. Me futbollin apo me sporte të tjera? Me futbollin, por në emision unë kam të angazhuar edhe boksin, të kam promovuar shumë të rinj. Po, boksin. Kam promovuar shumë të rinj, qoftë me boksin, me kickbox, ka goxha domethënë talenti në fakt. Është interesante. Sporti më pëlqen, është atraktiv, jep ka atë zemër në fush. Tani këtu ke emaili ke shkruar edhe gjë tjetër që kjo tash ti duhet pa. Se ke shkruar që bashkë drejtoj ateljen bashkë me mamin. Tani ti nuk e bashkë drejton, ti e ndihmëse mamit aty në atelje. Unë jam ndihmëse mamit, normal. Po bravo, pse thua bashkë drejtoj bashkë me mamin? I ke marrë gjithë në pushtetit mamit dhe ka parë mamin këtë emaili? Jo, në fakt, mami në momentin kur vendosi që në të hapnim ateljerin, e hapi me qëllimin që ta kisha unë si trashëgimi, që unë ta vazhdoja si punë, si tem të ma bëj pak punën më të lehtë, të ma shtroj pak territorin që unë ta kemë gati. Tani po, edhe ta dha dhe titullin mami vetë, bashkëkryetare, bashkëdrejtuese, Po, mami ma ka dhënë më thëndrinë se gjithmonë kur vinë edhe klientët thotë e kam bashkë me Edën, ne punojmë bashkë, Eda stilon veshjet, ose në momentin që do të vinë një klient thotë shiko, se Edën e ke këtu, flisni bashkë, vendosë se çfarë do bëni, vendosë çfarë të shkon, se ne kemi raport me njerëz çdo ditë dhe njerëzit janë të ndryshëm, mendime të ndryshme. Me thënë të drejtën mirë deri tani, ka gjithmonë edhe më mirë. Po ecën mirë, nuk është mirë, domethënë e rëndësishme është që e mban veten, nxjerr të ardhura. Patjetër. Gjithsesi biznesi i ri jemi momentalisht, se nuk është e thjeshtë, është besoj që është biznes jo i lehtë, nga ana e klientelës, e mbajtjes gjallë etj, nuk është e lehtë. Po ti çfarë bën për të jetuar kur i thon fjalës, apo i mbulon shpenzimet e përditshme me punë për produksionet e tjera? Po, në më thënë, unë duke qenë që freelancer, si që shuhet dhe termi më së fundmi, unë përpiqem të balancoj kohën, sepse për shembull dhe këtë vit kam ikur në shumë trajnime të ndryshme jashtë, ku, siç e thash, kam përfaqësuar dhe Shqipërinë, dhe përpiqem t'i balancoj duke punuar si staf në produksione, filmike, reklama apo klipe, çfarë tjetë, dhe të balancoj dhe kohën kur më duhet që t'iki apo të bëj dhe gjërat e mia. Kështu që përpiqem të krijoj një balancë mes këtyre. Një pyetje të njëjtë që nuk ka lidhje në mënyrë të drejt për drejt me pjesën specifike tuaj, por që prapë ka një përbashkët mes jush që ju e merrni me art, merreni me krijimtari, edhe keni zgjedhur një rrugë të vështirë, shumë të vështirë, në aspektin e mundësisë që t'jep për të qenë i financuar gjatë gjithë kohës, edhe për të pas mundësinë që të jetosh me ëndrat dhe me idetë tua, pa pasur nevojë që të shkosh 8 orë ose 16 orë të bësh punë tjera. Por njëkohësisht, siç e tregojnë të tre këto eksperienca, bëni dhe punë të tjera. Pavarësisht se për shembull Gjenari nuk donte ta tregonte se ndoshta kush e di si u duk që nuk është dhe aq prej artisti që të kesh një Airbnb, por në fakt ajo është një punë anash që të jep mundësinë pastaj që të rish gjatë ditës edhe të merresh me idetë tua artistike. Tani pyetja ime është çfarë kur e shihni veten në raport me Shqipërinë, me Tiranën, po themi apo
me Shkodrën, apo nuk ka rëndësi me qytetin, me mundësitë, me nëse përballeni ose kur flisni me njëri tjetrin për zgjedhjen midis qëndruarit tu dhe tigurit jashtë. Jeta këtu, për te i punës, si ju duket jeta këtu? Si e konsideroni jetën tuaj këtu? Si të mirë, të keqe, mesatare, nga pikpamja jo e materiale, nga pikpamja e energjisë që keni çdo ditë? Unë në fakt e kam bërë rregull me veten time që të bëj udhëtime të shpeshta, të paktën 1 në muaj. Dhe ndoshta të udhëtuar gjithmonë shikon atë gjën e bukur, nuk shikon problematikat e një vendi, por mund të them që mezi pres të vi në Shqipëri. Jo udhëton Udhë për qef. Për qef. Po shkon për të parë gjëra, për të... Patjetër, lidhje me artin, muze, domethënë, ky është kurioziteti më i madh, se ka goxha volume veprash të artistëve të mëdhenj jashtë. Jo më larg se 3 ditë jam kthyer nga Budapesti dhe e para një herë se kemi ngjuar shpeshherë që Tirana është pjesë është e rrëmujshme, do të thotë bëni një rrugtim në Budapest dhe kuptoni që Tirana është shumë e pastër. Ndërsa për ta lidhur se si e shikoj unë dhe nëse do doja të jetoja jashtë, nuk do doja të jetoja jashtë. Jo se ju jeni kryeministri i Shqipërisë edhe po e them këtë gjë me të thënë të drejtën, nuk e kam dhënë kur veten dhe nuk e kam menduar kur veten jashtë. Duke menduar që kam vetëm një jetë dhe dua ta jetoj me njerëzit e mi, me prindrit e mi, dhe mendoj se çdo vend të ofron të njëjtën gjë. Rëndësishme është të ndjehesh rehat, lumtur, qetë dhe në fund të ditës, në momentin që unë të kem krijuar familje, do dua t'i ketë prindrit e mi, mos të kem këtë hezitimin që jo po bileta avionit, jo po jam larg, jo po ti kem prindrit e mi aty afër. Të shkoj t'i pu dhe t'i përqafoj sa herë të dua unë. Këtë mendim kam pasur, këtë mendim kam dhe këtë mendim mendoj se do të mbaj. Në periudhën që gjithë shqiptarët po iknin në Gjermani, ka qenë një periudhë që shqiptarët po zgjidhnin në Gjermani për t'ikur jashtë, dhe familja ime ka qenë një ndër ta që donin t'iknim. Për një problematik të vogël që na ndodhi, gjë shumë e vogël, babi më mori si sinjal dhe tha që mua mos më kërkoni më të iki askund. Unë dua të jetoj në vendin tim, se në momentin që ti ikën jashtë, për njerëzit e tu i bëhesh i huaj. Dhe për çdo gëzim, për çdo të keq, për çdo të mirë, ti je larg njerëzve tuaj. Je larg, thotë, për çfarë ka nevojë njeriu, na mungon gjë këtu? Po punojmë. Të ardhura kemi. Që s'ta mungon, pushime po bëjmë. Për çfarë ne duhet zgjedhim për t'ikur nga vendi ynë, nga vendi ku unë e mendoj që marr frymë lirshëm. Unë nuk marr frymë lirshëm edhe kur iki si turiste. Imagjinoje të jetosh, mos ta imagjinoj fare, me thënë të drejtën. Unë këtë mendim kam, nuk e di se di. E ngritë nivelin, fundimisht tash ti je në rregull. A që ishte syri keq? Normalisht tu do të fillon dhe podcasti që të shpërthejë fare, po do ketë një fat ekrani ku të shkosh se të jesh në... Por unë gjithsesi doja të falenderoja që më çlirove nga ngërsh që isha, se në të vërtet nuk po ndjesha rahat, isha shumë e bllokuar dhe shumë e stresuar në një trysni shumë të madhe për të ardhur zën koktu. Po se kishe menen ke makina gërvishur. Po rregullove do të gjej belaja, do të ndodhi në gjë. Më le ashtu edhe gjithë syri keq përplaset dhe ikën mbrapsht. Unë kam kuptuar që edhe në raport me kolegët e mi që kam njohur në për trajnime, festivale, filmi e tjerë, ne e jetojmë jetën pothuajse njësoj. Kemi të njëjtat problematika, gëzojmë pothuajse të njëjtat gjëra, ama një gjë që mua më pëlqen shumë në Shqipëri dhe prandaj nuk zgjedh t'i iki,
Më duket sikur të ne nuk i kemi humbur disa vlera morale dhe kulturore që disa shtetet e tjera, domethënë kolegë të mi që jetojnë në vende të ndryshme të Europës i kanë humbur. Mua më duket sikur ne, jo vetëm ne, por gjithë pjesa e Ballkanit, ndoshta edhe pak e Europës lindore, kemi akoma disa vlera shumë të mira morale dhe kulturore. Unë shoh që ne akoma bëjmë për komunitetin, akoma bëjmë për njëri tjetrin, akoma kemi fokus shumë të fortë familjen, që shoh për shembull disa të tjera nuk e kanë. Dhe mua këto gjëra më pëlqejnë, ndoshta duke qenë që unë jam rritur në këtë lloj forme, dhe kjo gjë më pëlqen shumë këtu. Pastaj shoh që dita ditës Shqipëria po merr një zhvillim gjithmonë më të madh, jo vetëm në sektor të ndryshëm, por edhe në sektorin ku unë punoj. Shoh që ka gjithmonë rritje, për shembull unë pash dhe në verë që Ministria e Kulturës mori dhe nismën që solli një grup amerikanësh që punojnë në Hollywood për të ardhur këtu. Domethënë shoh shumë gjëra pozitive që mua më pëlqejnë. Dhe ndjej veten mirë këtu, sepse këtu thash akoma ne bëjmë për njëri tjetrin. Në vende të tjera njerëzit janë shumë të ftohtë, nuk i intereson më kjo gjë. Komuniteti mendoj që të ne është prapë shumë i rëndësishëm, familja është faktor shumë i fortë. Unë edhe kur isha në Stamboll, të gjithë shokët më thonin pse jeton ti në Stamboll, një vend si Shqipëria, si Tirana, Stambolli është i bukur të shokët. Jo, patjetër që është i bukur, po nga Kallabliku i madh që është në Stamboll. Po është i bukur Stambolli. Patjetër. Për mua është shumë i bukur, po them. Unë kam pas fatin të shoh shumë qytete, për mua Stambolli më i bukuri. Nuk e di, po është në tre të parat. Për mua është më i bukuri. Më rregull pra. Kështu që thuj shokëve të shih pse jeton në Stamboll, po Stamboll pra jam thuj, nuk jam në. Dhe jo, doja të thoja që edhe të huaj, domethënë. Sa thoshim pse në Stamboll dhe jo në, po themi, Berlina, ku di. Jo, nuk e thonin. Ndjes që po ndërpres, por pyetja që më shpesh po na bën ne vetrimve sot është që pse akoma në Shqipëri ti, pse s'ke ikë jashtë? Unë mendoj se këtë problematikë ose këtë pyetje po hasim më shumë ne. Po që ke ikë jashtë, pjesa më e madhe thon, "Ha më mirë ke bëu që ke ikë jashtë çado këtu." Po pra, po nuk e po flas me këtë, ndoshta një jargon shumë të mirë. Është për dhëve tash smash po. Për ta sqaruar se vajza nuk e kishte kuptuar mirë. Jo shqiptarët, nuk kanë thënë shqiptarët që pse ke shkuar në Stamboll, më thonin shteta si turp, shokët e mi të shkollës, pse vjen ti? Po. Nga ata dëshmë me ikë për vetë ata. Po, donin për të ikur, e dim pse, sepse aty është shumë kallabllëk. Ka shumë njerëz në Stamboll dhe më thonin si thonë turqisht kallabllëk. Dhe domethënë edhe ata më thonin që pse si jeton në Shqipëri, po unë i thoja kam ardhur për një specializim për të kuptuar diçka më tepër, për të marrë diçka më tepër dhe mendoj se aty në fakt kallabllëku madh ke drejt. Shumë i madh. Po është sinqerisht. Betohen se shoh për shembull kur shkoj nga aeroporti për në qytet. Nga po? Që ecën dhe kur fillon futen në qytet janë njerëz në rrugë kështu. Të mërshëm, po, me qindra. Po. Po një Shqipëri e madhe atje. Po në metro si bëhet, është të mërë, domethënë. Sepse ka dyndje edhe turistike atje, shumë të madhe. Nuk kam hyrë ndonjëherë, po them sipër. Në rregull. Por kam menduar gjithmonë atë shprehjen shkodrane që thot guri i rënë peshon në vend vet. Pse të mos jetojmë në Shqipëri kur bën një punë që ti do dhe kur ti ke të ardhura të mira, do thoja, Shqipëria është vendi për mendimin tim më i mirë që mund të jetosh. Unë flas për Shkodrën të paktën, megjithëse momentalisht jetoj në Tiranë, flas për Shkodrën. Shkodra ju e dini, është rrethuar nga lumi, nga mali, nga deti. Domethënë Shiroka është vetëm 15 minuta larg, Zoga është shumë afër, tani po bëhet edhe rruga e re. Mendoj se këto i nevojit e një njeriu, një natyrë që është e jashtëzakonshme, do thoja, e paprekur akoma, e virgjër komplet në sidomos në zonën e Shkodrës, të paktën atë marr përsipër të flas se e njoh më mirë. Se jam rritur aty. Mirë, në i pyetje për mua keti. Po, godina e teatrit të ri kombëtar. Si mendoni ju se do funksionoj si strukturë dhe si proces artistik apo nuk është vendosur akoma? Nuk është diçka që unë mund të jap një përgjigje konkrete të detajuar këtu, sepse nga një pamja e proceseve aty është një çështje e komunitetit vet. Ajo që mund të them është që do jetë teatri më i bukur kombëtar ose qoftë edhe jo kombëtar, nuk ka rëndësi se kanë edhe teatrot bukura të tjera që nuk janë teatri kombëtar, po do jetë më i bukur në gjithë Ballkanin, pa diskutim. Do jetë një nga teatrat më të bukur të Europës. Këtë di ta them unë. Pastaj se çfarë do jetë në aspektin e përmbajtësor, kjo është gjë që i takon komunitetit. Pyetja është e zgjuar për faktin që në fund të ditës shumë mirë që do kemi një super teatr nga një pamja
e infrastrukturës, por ta bësh atë teatr të jetoj në mënyrë të përditshme me kualitet, është sfida e sfidave. Shumë e madhe, po. Ajo që ka rëndësi është që ai teatr do jetë në gjendje të mikpres edhe trupat huaja, do jetë në gjendje të mikpres edhe patjetër trupa dhe aktor nga territoret shqipfolse, do jetë në gjendje të ofrojë shumë ai pamja e infrastrukturës. Pastaj nga pamja e menaxhimit, ne nuk jemi ende në një fazë të zhvillimit tonë që të kemi kapacitet e menaxhimit institucioneve kulturore që të jenë të atilla që ta çojnë institucionin në një nivel tjetër dhe që të bëjnë diferencën. Flas në tërësi. Po patjetër që tek tuk kemi dhe menaxher shumë të mirë. Ne po bëjmë galerinë e kombëtare, po transformojmë muzeun kombëtar, kemi një program shumë ambicioz për këtë mandat që të bëjmë disa muze më të vegjël në Tiranë, po bëjmë besoj me shumë sukses një muze të historisë e brejve në Shqipëri, në Vlorë, po përgatitemi të fillojmë punën për muzeun Besa këtu në Tiranë, për muzeun e artit islamik. Do të kemi një sër gjërash që po shkojnë paralelisht, dhe pse i solla këto për të kthyer tek ajo pyetja që pyetja e për të gjitha këto investime është pastaj niveli i menaxhimit në lartësinë e arkitekturës, në lartësinë e kësaj infrastrukture të re. Por hapasapi. Po dhjetori, çfarë thot për juve? Si muaj festiv? Them drejtën, dhjetori për mua thotë gjë që nuk e ke iden sa vlerë merr çdo vit. I rritet vlerë çdo vit. Thotë që në datën 24 janë Krishtlindjet. Dhe është i moment që të gjitha gjindet e Shqipërisë marrin pushim. Dhe pastaj mbas Krishtlindjeve vijnë ato ditët si gjysëm në punë, e gjysëm në jo pushim, po gjysëm në lloj kështu si ta them përsihatje të mendjes, dhe pastaj vjen fundi i dhjetorit dhe fillimi i janarit, aty është ai 3-4 ditë që i bekuar fare që gjindet flen. Edhe aty unë në këtë punë që bëj aty kam ato ditët dhe netët e vetme kur truri nuk më xhiron me shpejtësinë që të donte ajo të jepte makinës, po shqyrë që nuk jep. Do ishte shkelje e madhe, edhe sepse ideja që të gjithë janë duke marrë me familjen, me veten e vet, dhe këtu gjindosja për një moment është shuar, është një ide e zakonshme që të rigjeneron. Dhe pastaj fillon përsëri programi nga me gjindet edhe mirë. Fillon dalin gjindet prapë. Gjindet dalin. Do të kemi ose a kemi momentalisht ndonjë projekt ose plan të madh për artin figurativ?